kolegë nga Qeveria e Kosovës dhe Kuvendi i Republikës, të nderuar pjesëmarrës të këtij tubimi, mirë se e gjejmë njëri tjetrin këtu, pranë Bibliotekës Kombëtare, ne që guxojmë të vendosim vetë, sepse lëvizim me ide dhe dije dhe studime. Përshëndetje për qytetarët e krejt Kosovës e në veçanti për qytetarët e Prishtinës, Mitrovicës, Prizrenit, Gjakovës, Pejës, Vitis, Kaçanikut, Vushtrës, Fushë Kosovës, Obiliqit e të Rahovecit. Këto zgjedhje janë për ju sepse ju e keni në dorë që ta volosni ndryshimin. Të votoni për atë parti e cila në nivelin qendror i ka rritur ndjeshëm rrogat e pensionit, bursat për student e shtesat për fëmijë. Ndërkaq nivelin lokal, kudo ku kemi qeverisur, kemi investuar shumë më tepër se sa paradhësit tonë, nga të cilat fatkeqësisht trashëguam veç se borxhe.